Dhe ana tjetër, edhe pagat, ju e dini se ju jeni i numëroni vetë numrat që ne mund të themi, janë rritur në mënyrë të vazhdueshme. Nuk besoj se ndokush mund të thotë që po t'i thuhej përpara që shikosen vitin 2024 do ta keni pagën mesatare 950 euro, nuk do nënqeshte duke thënë ja dhe një rend tjetër. Po fakti është që sot paga mesatare e mësuesve është 950 euro. Është shumë më shumë se çka qenë, është një pagë dinjitoze në vendin tonë, por nuk mjafton. Dhe nuk mjafton për më tepër, po të kemi parasysh ato që sapo thash, që puna e mësuesve, vështirësia në punën e mësuesve nuk shkon duke ulur, shkon duke u rritur. Dhe vështirësia në punën e mësuesve nuk është një vështirësi pune fizike, që në një farë mënyre puna fizike, pavarësisht se mund të jetë vështirë, njeriu e mban formë, po themi. Por është një vështirësi pune psikologjike. Kështu që qëllimi, ambicia jonë edhe plani, jo ambicia, por plani ynë është që në vitet e ardhshme, brenda kësaj dekade, ne pagën mesatare të mësuesve ta çojmë në 1250 euro. Është e bëshme, është plotësisht e bëshme, nuk besoj se do të kemi problem me këtë.